Qentë ndacake janë kthyer në një shqetësim të madh për të gjithë qytetarët e Klosit, por jo vetëm. Kohët e fundit kotokafshë rrugë janë bërë agresive duke sulmuar kryesisht fëmijë dhe të moshuar. Burime bëjnë me dije se nga kafshimet e qenëve ndacak, 5 persona kanë përfunduar në spital 3 ditë më parë mes tyre fëmijë. Ndërkohë një e moshuar mësohet se gjatë përleshjes me qenë është rrëzuar duke pësuar edhe frakturë në krah. Qytetarët shprehen se për këtë problem duhen marrë masa të menjëhershme nga autoritetet, të cilat duhet të bëjnë grumbullimin e qenëve në qendra të posaçme në mënyrë që të mos jenë më rrezik teksa kalohet në rrugët e Klosit. Ata shprehen se kohët e fundit numri i qenëve po shtohet dhe dyshimet janë që vinë e lëshohen në qytet nga zonat rurale apo qytete të tjera. Si me freksore, vinë nga Tirana të përgjonat që e këtu. Me makina, tërbu, jenë qënë të tërbu, e në smojnë njërzit. E një mesë njërzit. Ska që vrim me marë masa, ska njërës që përnejnë për këtë punë. Ju gazetarët, ju lumë të krave, ju rezultati. Keni bo punë bëllë, po... Qenët janë të problematik për fëmijët, për të moshumit, pastaj edhe për brezin tonë. Normal, janë problematik, sepse kanë edhe që kanë qenë të tërbu, që e kom gju, kam problemet me... Kemi frikë, në çdo qytet, ka qenë dhe vetë, i thonë një fjallë. Bashkia të ti më organizim të punë. Duhet të merren masa me njëherë që qenë rrugeshtë të zhduken të pastrot, në zonë, sepse në odhin fatkesi. Të një, ato qenë, janë këto veneli, ato mund të jenë të hotë, mund të jenë nga Bulqizë, nga zona tjera, nuk është ta thamë se janë veç nga Klosi, po mund të kanë hedhe, i kanë të njëjtën gjë. Por është nga gjitha anë negative. Do të merren masa me njëhershme të zhduken qenët. Qentë ndacake janë problem shqetësues në shumë qytete të vendit tonë, teksa shfaqin agresivitet sulmojnë duke lënduar edhe qytetarët. Rreziku më i madh nga kafshimi i qenëve të rrugës është shtërbimi, një sëmundje shumë e rrezikshme dhe potencialisht vdekje prurëse nëse nuk trajtohet menjëherë.